na ke ardhur nga Leskoviku sot. Po, mirë se u gjeta. Mirë se na erdhe, mirë se na erdhe. Unë nuk mund të rri pa e nisur bisedën me këtë pyetje. Si të zhdukur Tirana? Po mua më duke një të fort ju që jetoni këtu. Mendoja që ne të Malit ishim të fort, po jo, jeni shumë të fort. Pse jemi të fort? Gjithë ky trafik, gjithë kjo zhurmë, nuk e di se si ja dilni. Ashtu? Po ja Ç'a erdha kishte me sot? vonesë unë sot tek ti. Po, mirë. Kjo është e parashikuar. Ne kur lëm orare këtu, i lëm gjithmonë një orë me avans, me idenë që do na vinë pas një ore nga parashikimi. Po ç'a të bëri përshtypje, ç'a të shqetësoi sot? Keni shumë trafik. Shumë trafik tjetër. Nuk keni parking. Oh, tjetër, se ti vjen krejtësisht nga një zonë shumë e paqët, e bukur. Po mua çlotse. çdo gjë më bën përshtypje. Nuk ka shumë gjelbërim, ka mbeturinat flakura gjithandej, plastik. Më bëjnë pak përshtypje këto gjërat, me thënë drejtën. Atje jetoni krejtësisht ndryshe. Si jetoni ju në Leskovik, në Sotir? Çfarë ka ndryshe nga këto qytetet e mëdhaja, po në veçanti ty çfarë të pëlqen aty ku jeton? Atje është si një botë tjetër, sikur je në botën tënde, edhe është një ambient që kemi krijuar me dashuri. Nuk mërzitemi asnjëherë, gjithmonë kemi gjëra për të bërë, për të rregulluar, dhe të përfshin ajo, po gjërat nuk janë kaq me nxitim sa i keni ju. Ne nxitojmë shumë pra. Nxitoni. Nuk i lëm kohën. Jam shumë kurioze të di, unë të kam ndjekur dhe ne këtë bisedë kishim programuar shumë javë përpara. E duhet ta themi këtë për të qenë edhe ne në raport me audiencën të ndershëm, por natyrisht zhvillimet bën të tyren, një tragjedi, nëse mund ta themi, ndodhi me juve lidhur me shtëpinë ku ju jetonit prej 12 vitesh ose më shumë. Po, 12. E natyrisht po realizojmë sot këtë bisedë, por pa shkuar te kjo ngjarje shumë tragjike që ndodhi, unë do desha të pyesja sepse ne e kemi harruar, ne që jetojmë Tirana, apo qytetet tjera, Fier, Vlora, çfarë rëndësi ka, Durrës apo qytetet tjera, kemi harruar çfarë do të thotë jetosh me natyrën, jetosh afër me njerëzit e vërtet të Shqipërisë. Jemi bombarduar nga këto modelet në Instagram apo modelet jo reale. Edhe jemi shumë kurioz tani çfarë do të thotë jetosh me njerëzit e vërtet. Po, unë si femër atje nuk kam konkurrent. Nuk e konkurrencë. Jetojmë të gjitha zonjat në paqe, ndihmojmë njëra tjetrën, ndajmë receta, flasim për mënyrën se si gatuajmë diçka. Si përgatisni këto zajret e dimrit? I flasim ato dhe për kohën e dim, filan ditë po i përgatit leta, e zëm, domethënë, mua më pëlqen shumë ai komunitet atje ku jetoj. Unë e dashuroj atë komunitet. Do thuash pse? Sepse e njohim njëri tjetrin. Për shembull, vajzat e mia shkojnë në shkollë në Ersek. Dhe duhet të bëjnë rreth 45 minuta për të vajtur në shkollë. Shkojnë për ditë atje? Për ditë dhe kthehen. Dhe e madhja ka qenë si kujdestare të voglës, çonte të voglën në kopësht, pastaj vinte vetë në shkollë. Dhe çdo kush që i shikonte në rrugë, i merrte, i shoqëronte, i mbyllte xhupin, i lidhte kputucët e gjëra të tilla. Dhe unë këta njerëz i dua dhe i kam për zemër dhe nuk jetoj dot në një vend ku nuk njihesh, që njerëzit janë si të zëmbruar, si të acaruar gjithkohës. Jemi më të paqët pak atje. Bëni më shumë për njëri tjetrin, pra jeni më të lidhur. Jemi më të lidhur, e njohim dhe prekupohemi për njëri tjetrin. Çfarë, po themi, me çfarë gatimesh ose çfarë zajresh po merreni këto kohë? Jemi shumë të interesuar, për shembull, pastërmaja kam përshtypjen që është në gjithë Shqipërinë, në gjithë këto zonat. Në zonat e ftohta, po. Në zonat e ftohta. Po ashtu kam parë video që ke hedhur me hithrat e zë. Ose me këto frutat e veçanta, që në fëmijërinë time, po themi, ne i kemi jetuar. Unë vetë jam rritur në një zonë si Skrapari, pra një zonë që ka shumë ngjashmëri, dhe jam shumë krenare kur e mendoj në një sens, sepse fëmijërinë time kam kaluar dhe në fshat.
për shembull dëgjonim shpeshherë këto këshillat e mares, për mos e konsumo shumë Se të de. sepse të de, ose se sa e rëndësishme ishte hithra. Ato byrekët që bënin me hithrat, apo mesnikun që nuk e di, mesnikun e bënin në zonë? Po, me kokë, po. Tjetër, zona ka pasur rehanin, pekmezin, Po. tranaja, po, petët. Po, petka. Roshnicat në fakt familja ime i ka bërë më pak, por petët i kishin shumë karakteristike, po ai procesi i fermentimit tranas, shumë interesant. Që zonja ndihmojnë njëra tjetrën, i japin një dorë, ndajnë recetat, për shembull, gjithmonë banorët aty e mblidhnin lulen e shtogut. Dhe unë si vjet zbulova ca receta. Çfarë është lulja e shtogut? Është një bim që përdoret për çaj, për çaj, por si vjet u përhap dhe një shurup me atë, që erdhi si recetë nga Italia. Dhe unë i thash, lulen e shtogut si vjet nuk do ta shisnin për magazina, që a marrim lirë, do ta sillin tek mua dhe do ta bëjmë. Vitin tjetër do i them, ju do e bëni dhe unë do u blej produkt. Po. Kështu që sa interesant, pra zhvilloni pak a shumë edhe atë pak ekonomi familjare të njerëzve që mbledhin lule dhe që jetojnë. Po, mos tumbas. Unë i kam shumë pasion dhe gjithmonë më pëlqen që ti mbledh vetë, më shtyn që të dalë në natyrë, të shkëputën. Edhe për lulen e Salepit kishe dhënë ca orientime, mos e prekni lulen pra sepse është e rrallë. Rritet në atë zonë? Rritet, po ajo është një bim që është shumë e shtrenjtë dhe mua më vjen gjuna kur e mbledhin shumë, sepse zhduket gjithmonë më shumë pastaj. Dhe ti i merr patatën që ka poshtë dhe ajo nuk del më vitin tjetër. Dhe nuk dua që të zhduket. Ka prodhime natyrale bio zona përveç, nuk po flasim të luleve, se sigurisht ato mblidhen në mënyrë natyrale nga banorët edhe nga ju mbase, po jam shumë kurioze të di si dalloni këto produktet e mira, po themi djathi, apo ju i prodhoni të gjitha vetë në fermë? Jo, i blejmë dhe aty, po kolonja ka fatin e mirë që ka produkt shumë të mirë. Pse? Është bari, është ka shumë bakti, ka shumë baxho. Dhe një baxho i kushton më shumë që të vejt marri qumë shplur, se sa të marri qumshin e kullotave, të deleve, të baktive që janë aty për rreth. Kështu që e kanë shumë të mirë, jo vetëm djathin, por të them dhe një kuriozitet tjetër. Ti nuk mund të shkosh në kolonjë në një dyqan e të blesh mish. Nuk ka. Pse? Sepse kasapi, unë për shembull i them, kam një viç për therr, e çoj te kasapi, kasapi lajmëron familjet që i kanë kërkuar, marrin mishin dhe pastaj mbyllet muhabeti. Nuk ka aty. Domethënë, një familje kur blen mish e di nga kush e ka bler. Di burimin pra. Po, e di burimin. Dhe është një zonë, ujin e ka shumë të mirë, klimën e ka shumë të mirë, baktit rriten në natyrë, domethënë baktit tona futen në stall dhjetor me mars. Pastaj janë të lirë. Po, jo vetëm ne, po gjithë zona në këtë mënyrë vepron. Kështu që jeni një komunitet si për marsish aty, po themi dikush që ka baxho, ju keni fermën, dikush tjetër ka, po themi këto lulet. Po, mund të ishim akoma më mirë, ka bëheni me njëri tjetrin, mblidheni herë pas here. Po. Se jeni brenda një çështje të përbashkët. Po, mblidhemi, diskutojmë edhe për bletët, për mjekimet që ndoshta duhet të bëjmë. Ka blet arritës zona? Jashtëzakonisht shumë, ka. Ka që është zonë ka shumë lule, edhe ka fatin e mirë që kanë dhe koçimare, kështu që në dimër i shtektojnë në zonat e koçimares, pastaj në pranverë në zonat tjera, i lëvizin domethënë. Ne jo vetëm që shkojmë mirë si komunitet, po shkojmë mirë dhe me fermerët grek që kemi nga ana tjetër e malit. Ashtu ë? Dhe biles dhe ne vetë mblidhemi, për shembull, duke diskutuar nga çfarë smundjesh janë prekur ata, të kemi kujdes ku do shkojmë me baktit tona, mos shkojmë në kullotat e tyre. Në Greqia, si vitin që shkoj pati një vit shumë të vështirë dhe ne vazhdimisht flisim me njëri tjetrin se si. Po si keni kontakte tuaja personale me këta fermer grek apo kush ju mbledh? Po, albanitës janë ata. Po. Duke qenë që dhe ata i mbajnë baktit e tyre në këtë mënyrë,
Ne kemi marrëdhënie të mira se është e zakonshme që një lopë e tyre të vinë në tufën time. Për shembull, një lopë ime ka një 3 vjet që është në tufën e një fermeri grek. E di unë, kam atje. Ajo tani ndihet pjesë interesant, pra të kanë lajmëruar që është atje? Po. Dhe ti je me mendje të fjetur pra. Se di që është tani atje. Ajo lopë e ndjen atë tufë si shpinën e saj dhe nuk më vjen më. Kështu që duhet gjej një marrëveshje ata të më japin ndonjë viç të një gjë, por që është më se normale. Edhe lopët e tyre vinë tek ne. Sa interesant, Jonida, po mendoj tani se si çfarë kushtesh kemi qenë ne kur iknin njerëzit në kufi. Që ka përcenin malet për të ikur në Greqi, dhe sa mirë kemi arritur në këtë pikë që po flasim edhe po diskutojmë edhe për këtë lopën për biznes, për zhvillim në një sens. Po shumë interesant, po produktet këta të baxhove i çojnë në brenda vendit apo jashtë? Brenda vendit. Kryesisht i sillin në Tiranë. Çfarë mbetet që nuk konsumohet kolonjë, sillet në Tiranë. Sillet. Kështu që dhe ne duhet jemi si konsumatorë të kujdesshëm këtej nga Tirana për të edhe shumë i kërkuar produkti i zonës kolonjës. Shumë i kërkuar. Çfarë është gjëja më e kërkuar ose disa nga gjërat më të kërkuara? Po mishi dhe bulmeti janë me nam. Rakia është... E keni më të mirë se skraparit rakin? Aty jemi. Për rakin do me thënë, rakin okej. Mund ta kemi ne më të mirë, po keni edhe ca gjëra të tjera më të mira. Njësoj pim. Njësoj, okay. Ka ngelur se sigurisht Shqipëria pasaj është zhvilluar në edhe ndoshta dhe rakia bëhet edhe në zonat edhe me këto lulet që i hedhin. E bëni të tillë? Unë po bëj tani me dëllinj. Do bëj raki dëllinje. Përveç rrushit që bëj. Duke bërë këtë, shumë fermer më kanë thënë kam raki kumlle tegër, kam kështu, edhe kam qef që ta zgjeroj gamën e produkteve që kam. Këto i ke të gjitha produkte që i mban aty në fermë për turistët apo si funksionon? Kam produkte që i konsumojnë aty, kam edhe një kënd ku ata mund t'i marrin produktet me vete. I kam paketuara, në rast se u pëlqen diçka mund ta marrin dhe me vete. Kur vinë përgjithsisht nga cilat vende të botës të vinë turistët aty? Kanë ardhur nga çdo vend i botës. Biles unë njoh dhe karakterin tani. Si një. E di, domethënë. Për shembull, duke më parë mua se jemi takuar për herë të parë sot. Po. Si do konsideroj një turiste të vështirë, turiste të lehtë? Jo, të lehtë. Jo. Të shamirës. Pse? Po ke energji pozitive, je e qeshur, nuk je turiste. Kam parë ca video të turistëve, të shifteve që ti ke hedhur atje dhe që më ka bërë përshtypje për shembull është fakti se edhe të kanë ndihmuar me ato punët. Janë vullnetar ata. Po si funksionon? Çfarë vullnetarësh janë? E shiko, bota gjen mënyra se si të bëj pushime. Ata nuk qanë dhe janë më të guzimshëm se ne. Dhe për shembull, një çift do të bëj pushime, ka një muaj pushime, janë studenta, nuk e kanë buxhetin. Edhe çfarë bëjnë, nuk kërkojnë disa sipërmarrjeve, pranoni ju vullnetar, ata vinë tek mua për shembull, punojnë disa orë në ditë, një punë që i saktoj unë, edhe pjesën tjetër e kanë pushim, dhe shijojnë. Unë u përfshi akomodimin, ngrënien dhe fjetjen. Interesant shumë, ne nuk e kemi fare si koncept. Po themi që të shkojmë diku në një vend tjetër për të shijuar, ndërkohë që ata bëjnë dhe pushimet. Po, shumë interesante. Unë vetë do doja të kisha kohë dhe të shkoja në një fermë tjetër, sepse për mua është sikur kam bërë shkollë, se nuk kam vajtur thjesht si turiste, po janë futur pas kuintave. Çfarë bën? Si organizon ajo zonja atje? Si kanë ngritur me thonjat biznesin? Si përballon kjo problemet? Çfarë bën kjo më mirë se mua? Do më thënë, unë kam dëshirë time që një ditë shkoj në një fermë edhe të punoj për rreth 15 ditë. Nëse t'jepe kjo mundësi, çfarë do doje të mësohet ajo ferma tjetër? Do zgjidhja një fermë që është pak a shumë si mua, dhe do doja në këto vendet nordike, që janë shumë të organizuar, që janë... Se çfarë kanë këto vende nordike? Ajo nuk i shpëton koha atyre, ata kanë organizim të mirëfill, janë të papara, kohën
e respektojnë edhe mendoj që janë më të saktë se ne shqiptarët. Ndonjëherë e humbasim kohën kot. E humbasim. Po më thua që vullnetarët edhe të ndihmojnë, edhe në një farë mënyrë fitojnë pushimet e tyre. Po nga ana tjetër ty të bëhet mirë sa i përket burimeve njerëzore? Po mua më bëhet shumë mirë sepse un kam një pishinë modeste, nuk është por ajo do mirëmbajtje. Ajo pishinë do një punëtor atje, një punëtor i cili do marri pagën mujore, do akomodohet aty tek mua, do haj, do pi. Ndërsa këtë fare mirë e bën një vullnetar dhe ai kujdeset 3-4 orë për pishinën, pishina rri dritë. Edhe ai mund të lahet vetë pastaj. Po. E shijon. Pastaj këta vullnetarët t'japin dhe ide se nuk janë se kanë ardhur vetëm janë kreativ pra. Po, t'japin energji të mirë, kanë parë ca shnime, unë i kam shumë qejf sepse nga ideja që më japin edhe sikur të zgjojnë. Për shembull, një vullnetar më dha këtë idenë që në momentin që milet baktit, ne të vëmë një tabelë aty dhe të informojnë turistat. E themi në filan orë. Sa interesant. Milen baktit në stall. Po e diti sa kërkesë ka nga kjo punë. Për shembull ta sillja me vrap gocën time të shikonte se si milen baktit. Jo vetëm që e shikojnë, po dhe shkojnë aty dhe i mielin. Ashtu ë? Po, dhe kanë super eksperiencë atë. Domethënë, u vet kam miel bakti në fshat për atë gjyshi. Sigurisht kam qenë e vogël deri në klasë të deri në po themi në vit parë kam qenë që shkoja rregullisht në fshat, se pastaj edhe për shkak të mësimit, po është një ndjesi fantastike. Po, është ndjesi fantastike. Dhe ti kur duke qenë shqiptare dhe duke pasur pak të pjesën e sikletit, fusësh njerëzit e baktit dhe shikon një të ri, kaq entuziast i thot, pse mos ta bësh ti këtë? Mua më pëlqen kur vajta e pash dhe ta shnojmë për turistët. Dhe ne çdo aktivitet që bëjmë i marrim turistët. Bëni edhe një lloj trajnimi të vogël për njerëzit, si të sillen me po themi gjatë mieljes edhe kujdesi që duhet kenë apo jo. Po janë çobanët tanë atje që fillojnë mielin dhe fillojnë u tregojnë, u lajnë gjirin, si kapet. Po. Sigurisht që si duhet ta trajtosh. Aty janë të kujdesshëm ata, janë vetë. Po këto gjërat e vogla duan turistët. Për shembull, çdo shtëpi atje ka një vatër zjarri, që ndizet zjarri. Edhe i çojmë ne për të mbledhur shkarpat. Çfarë më ndodh? Më pastrohet pylli atje nga ato shkarpat që mbledhin ata. Ata shtyjnë kohën. Vinë me ato shkarpat, ndonjë u bie, ndonjë qesh. Njëri thot unë kam marrë më shumë, pastaj fillojnë ndezin zjarrin. Jo ca si ja dalin e i fryn. Pastaj shkojmë ne i ndihmojmë. Kështu që është ajo është eksperienca që u mbetet. Përvoja, po, ajo është që çfarë bët aty. Ulen, bisedojnë. Domethënë këto gjërat e thjeshta u mungojnë njerëzve dhe u kanë humbur nga jeta e përditshme në qytet. Në vërtet është sa mirë që këta turistë japin ide që janë kaq kreativ, po nga ana tjetër duket sikur edhe punojnë më mirë, punojnë më me pasion. Kam përshtypjen që ne shqiptarët jemi pak të sertë në mënyrën se si punojmë. Nuk e di si ke ti përvojën me ata që i ke të punësuar ose që i ke rreth e rrotull. Vuan nga kjo gjë apo nuk vuan? I ke të gjithë. Se mbasi i ke bërë kështu si vetja të gjithë punëtor, pra. Ja kam gjetë tela tani atyre. Kam punëtorët që kam sezonal, që janë studentët që kthehen gjithmonë që punojnë. Domethënë jetojnë në familjet e zonës, janë studentë të zonës apo ata në kohën që vinë punojnë tek ne jetojnë në fermë. Edhe këtë gjë e kanë bërë që në gjimnaz. Dhe e kanë si me merak, po mos vinë një vit. Flasim me njëri tjetrin, bëhem bashk. I sjell në vete, janë fëmijë mirë. I sjell në vete, gjithmonë u gjej telat. Ndonjëherë më mërzisin, ndonjëherë u bërtas. Po çfarë të mërzisin më shumë për orët e gjata që duhet punojnë, duhet për kushtimi? Jo, ndonjëherë kanë problem të punojnë në grup. Nuk e pranojnë dot njëri tjetrin. Kur vjen ndonjë i ri, për shembull, i vën punë e vështira, unë s'dua ashtu. Pse ti që je, për shembull, pse se pastron atë vend ta pastroj ky i riu? Po ja, thot se bën ky tani ta mësoj, thot po, pastaj do bëj unë.
Po jo, e kam marrëdhënien shumë të mirë me ta, duke qenë që jetojnë atje me ne, jemi bërë si një familje madhe, kam marrëdhënien shumë të mirë, nuk kam probleme. Mirë, mundësia një punonjësi sezonal, për shembull kur shkoja te gjyshi, nuk isha punonjë, se kuptohet, po ideja ishte që shkoja me periudhë të shkurtër, pra do rria 2 muaj, apo do rria 1 muaj. Edhe në momentin që ti shkon me këtë mendjen që do jesh pak kohë, edhe menaxhon situatën, nuk ka mallin e atyre punonjësve që i ke për më gjatë. Pra, si kanë, po themi, ndoshta barinjt, ose nuk e di cilët janë ata që punojnë më gjatë, duhet të qëndrojnë dhe gjatë dimrit aty. Punëtori që është më gjatë që punon aty, ka më shumë kohë, është Çeçua. Ç'thot Çeço? Po mbathni në një kal këta burrat, edhe tha Toni, ja tha, u bë kali Çeço tani, tha, se ishte pak zevzek, nuk donte të rinte. Na ndajti, i bëri stërvitja i paraprakisht, i hoqi ato frikrat që kishte kali nga goditjet e pallkonjve. U bë kali Çeço, vetëm Tio Çeço u bëre Çeço e tash. E kemi një marrëdhënie still. Po se kam parë dhe në video Balashin, si e keni Balashin? Mirë, është mirë. Është mirë se ishte pak i dobët, vjen pa muskulaturë. Po Balashin e blem, jo se kishim nevojë për kal, e pare punës e blem sepse kishte emrin Balash dhe kemi pasur një kal të tillë. Sara dha okejn, dhe e treta ishte për ta shpëtuar nga atje, sepse ai zoti nuk po mundej më ta mbante, dhe pse ishte i dobët e morëm që ta kemi në fermë, por është kal shumë i mirë. Sa mirë, keni zhvilluar edhe këtë pjesën e marrëdhënies me kuajt që për njerëzit është shumë interesante, por nga ana tjetër na ofron, po. Kuajt janë një arsye kryesore pse njerëzit vinë atje. Zakonisht kalorojnë edhe ne kemi dhe kuaj për kalorës fillestar, kështu që i ofrojmë guida të ndryshme, kështu që është një arsye. Shumë interesante. Edhe turet janë interesante sepse ti shkon rreth e përqark fermës, në përmale. Kështu që të gjithë kur kthehen nga kuajt, kthehen të lumtur, të qeshur. Edhe të gjithë ata që bëjnë xhiro me kuaj, kryesisht lënë review shumë të mira. Tani më trego pak për turistët shqiptar. Ku ndryshojmë ne nga të huajt? Po, unë mendoj jemi shumë që shikojmë anën ekonomike, çik sa kushton gjëja, apo kemi ca pretendime më të mëdha? Jo. Kërkojmë qishra në hell, pra. Nga ana ekonomike mund them që një turist shqiptar shpenzon shumë më shumë se një turist i huaj. Turisti shqiptar shpenzon shumë për të ngrënë. Turisti i huaj shpenzon më shumë për emocionin që merr. Domethënë, një familje shqiptare rrallë here bën atë turin që është 3 orë. Turi i aventurës, si e quajmë, turi i relaksit e quajmë ne, edhe fillon që nga ferma, shkojmë në fshatin Radajn, shkojmë tek shtëpia e një banori atje, nxjerr e zonja diçka për të qerasur, bëjmë muhabet, shikojmë kopshin e saj që e kanë qenë ndisur, një eksperiencë ndryshe, shkojmë në një liçen aty pastaj që lahen turistat, mund të lahen dhe kuajt, ka disa kuaj që kanë qenë të lahen aty dhe ku është parë. Interesant. Dhe të gjithë familjet e huaja e bëjnë këtë turin, dhe pse ky kushton 30 euro për person, 3 orë, domethënë 10 euro ora. Ndërsa familjet e shqiptare e kanë pak të vështirë që ta paguajnë, një familje 120 euro, ndërsa të huajt ta paguajnë edhe të lënë review të mirë, pastaj her pas here dhe të kujtojnë, të nisin foto, të thonë faleminderit, të mbajnë mend e gjëra të tilla. Ndërsa për ushqimin ata nuk është se han kështu si ne, ata nuk marrin kile. Po. Ne shqiptarë gjithmonë kemi probleme që kush. Ndoshta këtë turin se bëjmë dot se si jemi të palestruar, se si jemi në gjendje edhe fizike, për ta bërë, se kërkon edhe një. Është tek ekonomia, do thuash, ose te fakti që po ashtu si po zhvillohet turizmi, siç po zhvillohemi ne si subjekte, duke u përgjithësuar gjithkohës edhe duke sjellë gjëra të reja, edhe turisti është akoma në atë fazë. Ka disa probleme dhe turisti. Mund të kërkojmë ndoshta të njëjtin nivel si me turistët jashtë që kanë përvojë, kanë vite, janë
Po, për shembull, ne flasim për turistin shqiptar që akoma e ka problem të rezervoj. Ashtu? Po. Vjen papritur. Po, vjen papritur dhe kur në momentin që vjen papritur ai, unë shikoj 10 veta dhe unë filloj si ato ekuacionet e matematikës. Sa shqera thera sot, kur më del buka, kam, do han, do pin, dhe më ikën buzëqeshja. Se kam frikën, a do arrit të jap maksimumin këtyre personave, mendo kur të vjen një autobus i gjithi. Dhe është thjesht një telefonat që ti të bësh sa përgatitje pare, ta dish ti kesh tavolinat e shtruara. Edhe ti presësh me buzëqeshje. Ose pjesa e anullimeve. Ndonjëherë harrojnë fare që të kanë bërë rezervimin dhe ti ndërkohë që ti je përgatitur, ke investuar. Ti ke bërë do më gati, ke ndezu zjarrin edhe thua si shumë po vonojt. E thot, se po dëgjoj se tu prish makina, i them. Po. Pra justifikimi më i përhershëm më prish makina. Po, kryesisht tu prish makina, po. Ja, do t'i rregullojmë këto defekte në thonjza që kemi, jo defekte, po të meta në fakt, që praktikisht biznesi dhe sipërmarrja si kushtojnë apo jo, se vënë në dispozicion njerëz energjinë krejtësisht. Po është njësoj si mos ju hedhin një rrogën. Po. E njëjta gjë është. Ose t'ju presin ditën e punës edhe për ne. Ose ishte njësoj sikur ti të mos vije në podcast, ndërkohë që unë isha duke të pritur, s'ka diskutim se është proces dhe lidhur dhe nuk do realizonim këtë bisedë kaq të këndshme. Në fakt, Jonida, je një nga ato rastet që ke ngritur me thonjë biznesin. Natyrisht, kam përshtypjen që ke marrë edhe një mbështetje shumë të madhe nga familja, bashkëshorti, vajzat dhe me të gjithë që ju punoni, po pyetja ime është kjo, si ngrihet një biznes me thonjë në Shqipëri? Me kaq mund, me kaq sakrificë. Po, e dua shumë atë vend. E dua, domethënë, di çdo gjë të atij vendi. Kam 23 vjet nuse atje, kam jetuar gjithkohës atje. E nisa nga një barang, domethënë kur vajtëm për herë të parë, morëm një barangë në një furgoni dhe sa jua më dhomë. Dhe atje kam jetuar për 1 vit e gjysmë. Dhe avash kur bëm atë dhomën 3-4 ishte luks i madh. Dhe atje kam jetuar për 10 vjet të tjera. Në një dhomë 3-4? Po, unë, Toni dhe Florida. Pastaj kur duhet linte Sara, s'kishim më vend atje. Dhe dashuria që ke për atë vend, ti nuk konkuron me asnjëri, thjesht do të përmirësosh vendin. E shtrove këtë rrugën, e hoqe këtë baltën, mbodhe ca pemë këtu për hije, po të kesh dhe ca fruta, po të rregullosh edhe këtë kështu. Nuk është se ka qenë shumë ide e biznesit. Nuk do thoja që është në një biznes aq fitimprurës. Domethënë mund të bëj në një biznes tjetër që të jem më rahat edhe ta kem fitim më të siguruar. Puna që bëjmë është si shtëpi paçatis, di se si të hecen. Por që unë e dua atë komunitet, e dua atë natyrë, atë që më jep farmacotire, e dua, më pëlqen edhe nuk dua asnjëherë që të hap diçka tjetër larg farmacotires, domethënë, si është nisur trend që kur dikush bëhet i njohur hap 1, 2, 3, unë s'kam për ta bërë asnjëherë këtë gjë. Dua të kaloj jetën time, nuk kam biznes, kam stil jetese, kam jetuar aty gjithkohës edhe nuk është biznes për mua. Ke shumë të drejtë kur thua që duhet ta duash fort një gjë për të. Po çfarë karakteristikash tjera ke pasur ti, çfarë mendon? Je një njeri shumë i disiplinuar, je një njeri që punon për shembull etikën e punës, ku e keni mësuar? Di që ke qenë ca vite në Greqi? Po, kam qenë emigrante në Greqi. Edhe aty kam filluar punë që 15 vjeç. Shkova. Pra, ke mësuar 15 vjeç etikën e punës apo ja? Ndoshta edhe më herët. 15 vjeçë unë kam aplikuar për punë në Greqi, u kanë thash atyre që jam 18 vjeçë. Dhe ata më morën në quhet gënjeshtër e bardhë, kështu që s'ka ndonjë problem. Më morën në telefon që atë ditë që të shkoja mbas dite. Por nuk e di, mua po i pata gjërat e vështira më shumë më shtyn që të punoj.
Pra të pëlqen sfidat. Më pëlqejnë sfidat, për shembull, unë tërë këto vite që kam dhejtë në farmaceutira, mund të kem humbur shumë udhëtime, shumë gjëra, por mua sfidat që më jep ai vend më pëlqejnë dhe gjithmonë dua t'ja dal, edhe përpiqem edhe nuk më vën poshtë. Kur kam sfida unë ndihem më e gjallë. Edhe më e prekupuar për t'i kaluar ato. E po më tregoj për Greqinë, do me thënë si e si ajo puna e parë atje. Vajta atje si për të punuar 3 muajt e verës, pastaj vazhdova për 2 vjet dhe ishte të mbajti Greqia për si shumë shqiptar që duan punë dhe që kanë qëndruar atje. Gjithë kolegët e mi filluan ta merrnin pagesën në bankë. Ndërsa unë nuk e merrja në bankë dhe shkoja në zyrë, dhe kur shkoja në zyrë më shikonin ndonjëherë pronarë, thosh, "Ç'a do ti këtu?" Se në zyrë do kishe ndonjë ankesë që të shkoj. Thosh, "Ja, unë do marr rrogën." Akoma si ke mbushur 18 vjeç ti, më thoshim. Akoma, po ç'na bën ti. Po më mbanin pastaj se mësova gjuhën, isha e qeshur, më donin njerëzit dhe nuk më hiqi nga puna. Si u njohë pastaj me bashkëshortin apo ishe njohur ndërkohë? U njoha me Tonin, pastaj Toni më hoqi nga puna se mori Leskovik. Pra të rëmbeu Toni. Toni kishte një problem dhe duhet të vinte patjetër në Leskovik, kishte t'jatin smur edhe me thënë drejtën nuk është se kishim shumë kohë që ishim njohur. Dhe më thotë që do iki. Mirë, isha. Pastaj kur më tha, "Po ti do vish?" Se mendova edhe thjesht erdha, ndërkohë që nuk dija asnjë gjë për Leskovikun. Kur shkove për herë të parë në Leskovik? Ishte natë, më duke i bukur shumë. Të duke i bukur. Thash, "Ua, si qënga si Gjirokastra", thash, "këto shtëpitë kështu." Pra që prej asaj kohë që ndruat në Leskovik dhe nuk u shkëputët. Një nga vendimet e rëndësishme të jetës, se çdo njëri prej nesh ka një moment saktuar që merr vendim. Tjetër çfarë karakteristike, pra se të pëlqejnë sfidat. Po më the me kohën, me menaxhimin, duke krahasuar dhe pak edhe me modelet nordike të Shiko, çfarë ke mësuar gjatë këtyre viteve? Se njeriu unë kam qenë me fat sepse kam folur shumë me klientët, me mysafirët. Dhe ata t'japin eksperiencat e tyre. Ti mund t'i dëgjosh për shembull të t'jap një rast. Vinin rulotat për para shumë vitesh, 20 vitesh. Dhe ku dinim ne çfarë ishte kampingu. Nuk e di janë kampingu. Vinin ata, ne përpiqeshim t'i ndihmonim nxjerr kabo energji elektrike, ja këtu mund të mbushësh ujë, ja këtë vendin e kam të lirë dhe mund të përdorësh tualetin, të bësh dush. Dhe dikush tha, "Po pse nuk bëni një kamping ju?" Dhe I thanë, "Me çfarë është kampingu?" Dhe na tha, "Është një vend që ju do ofroni energjinë elektrike, tualete, dushin, ujin e pishëm, çfarë mund të ofroni." Dhe fillova të kërkoja unë tani, çfarë ishte kjo? Dhe thash, "Po kjo që nga shumë e mirë, se që nga ndonjë investim I madh." Edhe kështu ndërtuam kampingun. E kësaj. Kështu kemi bërë shumë gjëra tjera, website-et ndryshme. Pra, ideja që mëson nga ajo që të thonë turistët dhe me sa kuptoj e ke aftësi goxha të mirë faktin që ti afër njerëzve që ju shërben. Po. Se duhet I njohësh apo jo? Cilve ju shërben? Po ti fillon edhe I thua, "Po si na gjetët?" Thot ai, "Nga ky website, I cili shteti është, e shef atë website-in." Pastaj shef ndonjë pronë aty, vazhdon e ndjek. Këto janë gjëra që mëson, domethënë, guida të reja, shikon dikë për shembull që ka një guide, I thua, "Mund ta shikoj pak guidën?" Dhe thot, "Shiko se ti nuk je këtu." Edhe do I nis një email guidës të përfshi, ose dikush që është kalorse që vjen thot, "Gjo, unë bëj kalorime në shtete ndryshme dhe I bëj me këtë agjenci. Ti ke kuajt shumë të mirë, shkruaj kësaj agjencie, zhvilloni ture, gjëra kështu." Kështu që është shumë gjë e mirë kjo pjesa e komunikuarit me njerëzit. Po. Dhe
tani okej, po në fillim kanë qenë shumë e rëndësishme për të hapur dyert, se mund them ferma jonë u njoh pas koronës në Shqipëri, po jashtë shtetit njihej shumë më shumë. Shumë më herët. Po. E çuditshme, domethënë të njihesh jashtë edhe brenda Shqipërisë. Mbas edhe ne jemi njerëz me shumë paragjykime, themi jo, po mali nuk bën, po bën deti, po themi. Ndërkohë kohët e fundit nuk e di si e sheti, po ka ndryshuar. Ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Njerëzit nuk i kanë më pushime të rri 15 ditë në det. Njerëzit tani lëvizin, edhe fundjavave dalin për male, ka ndryshuar. Si të ka ndihmuar fakti që ke qenë krah për krah me bashkëshortin, po dhe me vajzat, edhe mendon që është avantazh shumë i rëndësishëm të kesh të përfshirë dhe familjen në gjën që bën? Po patjetër, Toni, pavarësisht se unë tregoj fytyrën, po është shumë i rëndësishëm, merr iniciativa që unë sot i merr asnjëherë vet, me tonin ti të diskutosh një projekt, të nesme në gjoje zhurma, thot çan këtë zhurma, po i thira unë thot punëtorët se do ta ndërtojmë atë ne që diskutuam. Gjëra që unë i kisha bërë dot vet, kështu që është një merit jashtëzakonisht e madhe aty. Dhe punët më të vështira në fermë i bën ai. Ai merret komplet me pjesën e baktive që janë shumë. Dhe pa ato çështjen e baktive keni zgjidhur, Rion e keni akoma aty apo? Po, Rio që është bariu nga India, po jo. Po. Rio është bagariu nga India dhe do ta shtyj kontratën dhe 2 vjet tjera. Po mirë, shumë mirë. Pra, e ka zgjidhur atë gjën që do bëj, po dhe ju jeni të qetë, mado mendja. Sigurisht keni në një farë mënyrë bashkëpunëtor shumë të ngushtë, edhe një shtyll bashkëshortim, po kam përshtypjen që ju keni dhënë atë lezetin tuaj fermës edhe atyre, dhe një model shumë të mirë edhe grave të zonës, po jo vetëm grave të zonës, po grave të gjithë Shqipërisë. Po sepse tani gratë e zonës mi presin turistat mua. Ashtu? Po. Domethënë ne tani kemi zhvilluar turin 7 ditor që do jetë me kuaj dhe do jenë vetëm 2 ditë në fermën time. 5 ditë të tjera do jenë në zonë dhe do jenë të gjitha vaktet në shtëpitë e zonjave. Dhe u ka ndryshuar mentaliteti tani. Tani fillojnë bëhen xheloze se vjen tek ty e s'vjen tek mua. Bëhen xheloze? Po që në fillim ishin të turpshme. Kur shkonim me këtë turin e relaksit në një familje, edhe nxirte ajo zonja aty do një glikor, I bën një glikot? Po. Do një turist thoshte të lë, kam qef të lë një bakshish këtu. Ofendohen këta, po pse i merrnin ata? Nuk i merrnin. Po. Jo, thoshin e qunin ofendim shumë të madh. Po tani? Tani i thash. Ai po e lë nga kënaqësia që ndjeu, nga mikpritja jote, nuk është për të ofenduar. Jo, tani ka ndryshuar. Ka ndryshuar. Po në fillim, i nuk e pranonin. Po ju pas ke ndryshuar edhe mendsinë në kuptimin edhe të menaxhimit të shërbimeve që ofrojnë, sepse ai bakshishi vjen për shkak të mikpritjes, që është shërbim tek e fundit. Po, ai nuk e quante kështu, ai thoshte më erdhi miku në shtëpi. Po, për shkak të kulturës që ne kemi të mikpritjes. Por unë mendoj që një shërbim i mirë, një mikpritje e mirë, sidomos kur ti shkon si turist diku, patjetër duhet të shpërblyer dhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Në fakt, Jonida, ju ndodhi ajo fatkeqësi, nëse mund ta quajmë, u doj shtëpia që ju kishit qëndruar shumë vite. Unë vetë në fëmijërinë time kam një traumë, jo me shtëpinë time, po me shtëpinë e disa komshive në lagje, kur i kam parë ata se si dolën ashtu, sepse shtëpia ju kishte marrë flak. Dhe sigurisht kjo është përvoja juaj, po unë do të them këtë gjë që ne jemi si shqiptar kulturalisht shumë të lidhur me shtëpinë, shumë. Si u ndjeve ti ato kohë, si e përballove gjithë këtë që ndodhi? Ishte unë ndjej një pjesë shumë të madhe dhe të fajt, me thënë drejtën. Nuk e di pse atë ditë mu t'i pos në mendje që unë do ta pastroja, dhe kisha zgjedhur një ditë që Toni mungonte në shtëpi, kishte një tur të gjatë me kuaj, çupat ishin në shkollë dhe thash,
do bëhet pis, shtëpia do ta pastroj, kur vin këta do ta gjejnë në rregull. Dhe ajo pjesa, domethënë kur flakët kishin kapur katin e dytë edhe kishin dalë nga dritaret, edhe pjesa kur erdhën çupat nga shkolla që sa u futën në fermë, gjë e parë që pan ishin flakët gjigante, nuk më hiqen nga mendja. Po çfarë mori zjarr? Unë po pastroja xhakun dhe po e pastroja duke e djegur. I vë një leck aty. Dhe e pash që diçka nuk shkonte. I thira Çeçës, punëtorit më vjetë, Çeçë po nxjerr shumë tym, ke pasur shumë blozë ai. Dhe si më thanë ram qetësi, domethënë te kjo pjesa, unë duke menduar që ai ka shumë vite di më mirë se mua. Dhe shpërtheu kështu papritur dhe Pra shpërtheu xhaku. Po, dhe tani më gryen pak ai meraku, domethënë mënyra, nuk e menaxhova mirë. Domethënë unë thjesht mendoja që mund t'i shuaja flakën, ndërkohë këtë kohë mund ta kisha menaxhuar duke nxjerrë gjëra nga shtëpia. Unë s'u mora fare me atë gjë. Dhe u dogjën shumë gjëra. Për gjërat e mia nuk më vjen keq, po për gjërat e çupave për shembull që ato Kujtimet më vjen keq. Më vjen keq që ato janë mërzitur dhe shkaku është i imi. Kjo më vjen keq. Nuk arritët do të shpëtonit asnjë fotografi ose dokumente ose Jo, asnjë gjë. Dhe për dokumentat patëm dhe një siklet tjetër, se unë zorëm dhe një herë nga e para dhe kishim një udhëtim në Poloni për të bërë, një gatim që duhet të shkonim të prezantonim natën shqiptare dhe pasaportat gjitha kishin dalë vetëm 3 ditë para. Dhe nuk na lëshonin nga aeroporti. Se s'kishim asnjë vend tjetër kur kishim shkuar, asnjë firmë, asnjë bulë. E kuptoj, ishin dokumenta kryesisht të reja. Për gjithë familjen. Unë mund të them vetëm qoftë me aq, sepse ka ngjarje edhe më të rënda, në kuptimin që e rëndësishme është që jeta e njeriut është e sigurt, në kuptimin që s'pati ndonjë pasojë tek ju, sepse kemi dëgjuar ngjarje edhe më tragjike. Një familje u shua pak kohë më parë në Itali. Familje shqiptare, po edhe këtu kanë ndodhur ngjarje tjera brenda Shqipërisë, nga gazi edhe nga situata tilla. Në tilla. Maliq, disa nuk e mbaj mend në emër para apo ata. Punë ditësh domethënë, edhe aty pati viktima, kështu që. Me fat. Po, me fat që nuk patët pasoja në jetën tuaja në radhë parë, po edhe në jetën e kafshëve që ju keni aty. Po, në fakt është hapur një debat në Shqipëri në lidhur me sigurimin që duhet t'ju bëjmë, po themi, pronave, banesave, biznesit, sipërmarrjes. Nuk e di, si mendon, ju nuk e kishit siguruar apo jo? Nuk e kishim siguruar, ishte në proces legalizimi. Si mendon, a do ishte kjo një zgjidhje duke nisur edhe nga përvoja e hidhur që keni pasur ju? Patjetër që do ishte një zgjidhje, unë nuk e di se si janë përvojat me agjencitë e sigurimit, ka dhe aty thashë theme, por që patjetër mund të ishte një zgjidhje, po. E në fakt, për shkak të bujarisë së gjithë shqiptarëve patët një ndihmë të mirë nga shqiptarët apo jo? Si funksionoi, ju ndihmuan? Unë kur u doj shtëpia, si thash, nuk dora asnjë gjë nga shtëpia dhe kisha edhe të ardhurat që ne kishim për punëtorët gjatë sezonit të dimrit. Dhe aty nuk është se ngela vetëm unë jashtë, mu nuk më shkon fare mendja te komoditeti që më jepte shtëpia, se sa më shkonte çfarë do bëja me këta njerëz. Si do t'ja bëja me pagat e tyre. Si isha unë që e bëra gjithë këta. Dhe unë bëra GoFundin, dhe nuk është se e prisja gjitha të mbështetje, me thënë drejtën. Ishte zgjidhja ime që GoFundin ta bëja drejt për drejt. Unë nuk këshillova me disa mikesha, disa për tyre kanë dhe agroturizme. Dhe ideja ishte, hajse po e propozonte dikush tjetër që të më ndihmonte mua. Dhe unë i thash jo, këtë parë do ta mbaj unë mbi supe. Unë do dal, siç kam dal, që kanë folur njerëzve gjithmonë në rrjetet e mia sociale, do dal vete, do ta them çfarë ka ndodhur, sepse
kur dikush hap GoFound për ty, ti ke rënë dakord. Dhe mua më duket hipokrizi që dhe dua dhe s'dua. Kështu që unë rash dakord që të hapet GoFoundi dhe unë e mora vetë barën për sipër. Unë e di çfarë do e dija që do kishte reagime GoFoundi. Po. Nuk i prisja ka shumë mëdha, por që s'kishe pse t'implikoj dikush tjetër. Kështu që e bëra vetë. Si vlerëson bujarin e atyre që të ndihmuan? Të jashtëzakonshme. Të jashtëzakonshme. Ka persona që dhe nuk i njoh. Po që se më kujtua diçka. Unë si vjetë, duke qenë në krizë financiare, duhet bëja patjetër diçka të re për të plotësuar dhe pakat. Dhe mua më vjen një mesazh nga një zonjë dhe më thot, do bëni ju shporta me produkte? Dhe unë isha e mërzitur atë ditë edhe te Oxhaku. Dhe sa lexova mesazhin e saj, mundes një dritë në fund tunelit. Dhe pa i shkruar të përshëndetje kështu i thash, por çfarë do doje ti? Dhe ajo më thot, nuk jam unë që e vendos ti. Dhe unë ngrihem dhe shkoj tek ai këndi ku kisha produkte. Dhe pash çfarë kisha. Kisha dhe një shport aty. Vura një tavolin dhe xhirova një video. Dhe mua më shitën rreth 30 shport. Një gjë që nuk isha bërë ndonjëherë. Nuk është se ishte ndonjë lek i madh, por për mua ishte ndihmë, ishte risi, është gjë e re. Po. Mund t'i bëj shumë më mirë. Dhe është detyra ime pastaj që vitet e tjera t'i bëj më mirë. Por ishte diçka e re, diçka që kisha një arsye, me se të merresh, çfarë të bëja, të shpresoja, kisha shpresë, më ngjalli shpresën. Dhe unë e mbaja mend gjithmonë që këtë ide ma dha një mesazh. Po. Kisha shumë mesazhe, kërkoja. Dhe e gjeta këtë zonjë. Ajo nuk më kishte porositur shportën. Dhe unë i shkruaj, përshëndetje si je. Edhe vazhdoja shkruaja. Shifja aty që tani donte të shkonte dhe ndalonte tani. Ajo mendonte ç'to kjo tani që më shkruan. Dhe unë i tregova historinë që dua të t'jap një shport falas sepse ti më dhe këtë ide dhe kjo ide më dha shpresë. Dhe ajo kishte kontribuar në GoFoundin tim. Ashtu, Po. Edhe se si e sjell jeta. Është shumë e habitshme. Ajo që shikoj unë, Jonida, tek këto që po më rrëfen është që jo vetëm i ke dalë ballë asaj ndihme që ti kërkoje, sepse ndonjëherë po nuk është turp të kërkosh ndihmë. Për sa kohë e kërkon hapur, por nga ana tjetër e ke menaxhuar këtë krizë që të ndodhi në biznesin tënd në transparencë shumë të plotë me njerëzit. Pra, ju ke folur hapur për gjën që ndodhi dhe si ndodhi dhe ndoshta edhe për ndjenjën e fajit. Po pastaj ajo që pash që në këto komentet, nuk e di sa të kanë lënduar ty edhe si e ndjer ti përballë këtij vrullit të madh të dyshimit të njerëzve ose të paragjykimit të njerëzve. Shiko, GoFoundi im ka qenë risi. Nga mënyra se si është bërë, nga transparenca që është patur. Në Shqipëri rrallë ndodh që nuk thuhet u doq nga shkëndijë elektrike. Jo të gjitha di që nga shkëndijë elektrike. Unë dola dhe thash nga se u doq, ta thash dhe ty tani. Nëse ke vënë re pas GoFoundit tim, janë hapur shumë GoFounde tjera. Edhe një biznes para me, pas me, hapi një GoFound se dhe ai ishte djegur. Dhe unë ja bëra share aty. Okej, nuk ishte kështu si mua, aq i njohur, thjesht bëri një mesazh që kërkonte ndihmë. Por ndryshoi mentaliteti. Dhe GoFoundet në përbot hapen për shumë kauza të ndryshme. Mund të hapen për studimet, mund të hapen për blerje ndonjë për kauza shëndetësore, për trajtime shëndetësore. Këto i din shqiptarët, por nuk din kauzat e tjera, se një studente mund të kërkojë që ta ndihmojnë për të mbaruar studimet. Dhe unë do isha shumë e lumtur që ndihmoja një studente që të mbaronte studimet e saj, sa do heste vetë në jetë dhe isha pjesë unë që e kisha bërë të heste. Ose ndonjë fermer për shembull që do të blej një racë të saktuar lopësh që do t'i vlej, do t'i përmirësoj prodhimin. Që hapen kauza nga më të ndryshme dhe kush e gjen veten të përfshirë ndihmon.
Tani GoFundMe nuk është një taks që ju vendoset qytetarëve. Unë nuk jam ministra, kryeministre që hapa unë GoFundMe dhe të gjithëve u vendos një taks. Kush do kontribon dhe kush e gjykon të arsyeshme, po në vetvete duke qenë që ti ishe në një krizë që po të ndodhte, edhe një situatë shumë të vështirë se ndjeve dhe veten në kuptimin e pse vendoset të pastroje, po themi atë ditë. A pati ndonjë koment që ty të vrau, që ty të lëndoi, që Ditët e para, po, jashtëzakonisht. Shumë. Dhe më thënë se unë nuk arrija të kuptoja, ore, këtyre, çfarë u ndodh në jetën e tyre nga ky vendim që mora unë? Çfarë pasojësh kanë këta? Unë dola aty, unë e mirë kuptoj shumë mirë që ti mos biesh dakord me atë veprim që kam bërë unë. po, Por momentin që unë jam keq, jam për tokë, mos më vër shqelmin. Nëse nuk më jep dorë, më lë rahat, domethënë. po. Këtë nuk e kuptoja dot. Por unë nuk kam kohë që të rrit mërzitem për gjërat. Po duhet të ecësh përpara. Ideja është që në internet asnjë person i sakt nuk e harxhon kohën e vet duke bullizuar e duke sharë e kështu. Ta kem parasysh vajzat e vogla këtë, që ndoshta ndikohen, ndrydhen, nuk dalin, krijojnë komplekse. Dhe një njeri që është në rregull me jetën e vet nuk flet asnjëherë keq, nuk nxjerr asnjëherë vrerë për dikë tjetër, që sidomos kur është në vështirësi të mëdha. Domethënë unë kisha fëmijët e mi që qanin shumë halle me atë që ndodhën. Tani ata ku e kishin? Po, ndoshta edhe kemi këtë maninë edhe për të komentuar, edhe kot e kot, edhe pa qenë brenda lëkurës së tjetrit, sidomos brenda lëkurës tënde në atë rast që kishe ndërtuar një shtëpi. Mendoj kjo lidhet për shumë arsye. E para punës se unë jam goxha ekspozuar në rrjetet sociale dhe jam e para femër në agroturizëm që dal fytyrë shqiptare dhe këto pura gjithmonë janë menduar si për burrat. Po. Dhe më shumë me shohin si një femër që u pëlqen vetja disa, ose që ka shumë terezi. Nuk e shohin pjesën e rrjeteve sociale si punë për mua, sepse ato sjellin diçka mbrapsht që unë harxoj kohën me to. Nëpërmjet tyre je në kontakt me njerëzit, pra edhe. Po, dhe mendoj që kjo ka qenë arsye që unë u paragjykova më shumë, por nuk ka problem. Dikush duhet ta mbari përsipër këtë dhe unë jam e fortë edhe do ta ndryshoj mentalitetin e njerëzit. Ajo që në fakt është për njerëzit publik, është kostoja e të qenurit në hapësirën publike, pra të qenurit i njohur. Po kam përshtypjen që prap siç ju e thatë, ju ishit në kushte pak edhe specifike dhe të faktit që kishit investuar një jetë të tërë në atë sipërmarrjen tuaj, edhe në kushtet kur kishit përgjegjësi para punonjësve që ju thoni. Shiko, atje në ferm po fillojnë po çelin lulet. Lulet e para. Dhe kjo është një shpresë që dimri iku dhe unë ja dola, nuk kam asnjë pagë të munguar, asnjë detyrim ndaj tyre, për mua kjo është fitore. Unë shtëpi nuk e kam bërë akoma. Tani për momentin unë sigurohem që të mos mungoj ushqimi, si te kafshët, si te punëtorët, asgjë nga ato që kemi rënë dakord. Kjo është fitoria për mua. Pastaj shtëpia avash do bëhet. Kështu që unë GoFundMe dua t'i marr vetëm gjën e mirë. Unë jam shumë i njohur se që mua merr dhe njerëz që atë ditë tu gjendën. Mu gjendën. Të nesmen erdhi vllai im nga Greqia, domethënë unë s'isha zgjuar akoma, i kishte ardhur, kishte udhëtuar të natën, vllai tjetër nga Fieri, më kishin sjell rroba. Unë sot s'kam asnjë rrobë time nga ato që kam veshur. Dhe do t'i rregulloj gjërat, megjithëse njerëz të mrekullueshëm do t'i rregulloj. Domethënë ka dy anë të medaljes. Ka është kjo pjesa që nuk më njeh fare, që më gjykon, më ka zilia, nuk e di, është dhe kjo pjesa që më duan fort. Dhe s'kam pse ta mendoj fare këtë pjesën e këtyre njerëzve që nuk më njohin.
mendoj këtë pjesën e këtyre njerëzve që më njohin, që nuk ma lëshuan dorën, që më dhan kurajo, dhe unë sot ja dal, më është kthyer buzëqeshja, e hoqja trishtimin, po sillem si lider, jap shpresë punëtorëve të mi, programoj gjëra të reja për sezonin që do vijnë. Mirë, ta largojmë pak trishtimin tani dhe atë po themi ngjarje që ndodhi dhe të kthehemi te ato gjërat e bukura. Si të thuash, çfarë po ndodh tani? Çfarë keni ndonjë gjë të re që do bënja? Ne turet e kueve i kemi zhvilluar akoma më shumë. Ne si vjet do sjellim një risi duke sjell ture 7 ditore. Çfarë turesh, si do i bëni konkretisht? Domethënë, përveç atyre tureve që mysafirët i vinin vërdall fermës, tani kemi dhe ture 7 ditore me kuaj që shkëputemi totalisht nga ferma. Ashtu? Turistët vinë flen natën e parë në fermë dhe pastaj nisen dhe çdo ditë shkojnë në një destinacion të ri. Dhe flen atje? Po. Dhe kjo do zjas për 7 ditë. Është herë e parë që e bëjmë, jo që e bëjmë, e kemi bërë me turista që kanë qenë grup shoqëror, miq tan, po jo me agjenci turistike. Kjo ka qenë një risi dhe janë shitur tashmë ture të këtij lloji. Kryesisht me turistë që do vinë nga jashtë apo shqiptar? Janë turista specialistë. Janë turista që din të japin kalit. Kjo nuk është për fillestar. Ajo janë rreth 20 kilometra në ditë mbi kal. Dhe sigurisht ndalojnë gjatë rrugës, konsumojnë drekën, snacks, këto gjërat, por që është një risi. Edhe ka hecur dhe kam arritur që ta shise. Edhe më para e kisha bërë si projekt, por nuk e kisha shitur ndonjëherë. Si vjet ka këmbgulja, e kam shitur. Risi tjetër do jetë mësimi gatimit. Po. Që kësaj radhe do vinë ndryshe. Unë e kam bërë gjithmonë dhe unë gjithmonë kur kam ndonjë ide testoj një herë. Marr pjesë aty dhe shoh çfarë nuk shkon. Dhe unë e kam bërë mësimin e gatimit me letën, një zonë që e kemi shumë vite në punë. Ajo bënte lakror dhe unë mundohesha përktheja sille atë atmosferë. Dhe mua nuk më pëlqeu kjo. Pse? Çfarë kishte që shkonte? Sepse lakrori është një gatim shumë i vështirë. Dhe unë duhet i mësoj gatim me klient mysafirëve që ata t'i gatojnë vetë pastaj në shtëpinë e tyre. Që të mund ta mësojnë. Përçojnë traditën pra, jo ta lënë vetëm aty. Ai lakrori nuk e mëson dot. Lakrori e kanë qef fëmijët që hapin petët, po jo të rriturit. Dhe unë tani do bëj një kuzhinë të hapur, jashtë, me saç dhe me mysafirët do gatuajmë një vak të gjithë bashkë, duke bërë muhabet. Me çfarë gatimesh për shembull? Gatime thjeshta që ata mund t'i mësojnë edhe t'i gatuajnë dhe vetë në shtëpinë e tyre. Për shembull, një pul me qull, një pispili. Pispilia është e thjeshtë, E thjeshtë, është e shishme. Se ke harruar edhe traditën e zonës Fierit, madje e ke çuar edhe atje apo pispilia bëhet edhe në Leskovik? E bëjnë. Mund të bëjmë një supë me kos. Qëra thjeshta që u pëlqejnë, mirë, shko në kopësht, mblidhi çfarë kemi gati dhe hajde se po i gatuaj. Ta bëjmë një sallat, po themi ose një. Shtrojmë pastaj një tavolinë të bukur me lule në natyrë, ndezim ndonjë zjarr dhe konsumojmë atë vaktin që. Sa interesant kjo që po thua që ti teston një herë shërbimet që ofron edhe gjithë këto ide ti teston. Është shumë e rëndësishme që të njohësh se çfarë shkon, çfarë nuk shkon, çfarë do tjetër mysafiri që i mungon. Po, mysafiri do atë mirëpritjen e ngrohtë. Do t'i kushtosh vëmendje, t'i japësh kohë. Dhe më mirë se duke gatuar dhe duke pirë një gotë verë, ti tregosh historinë e fermës, se si e ke nisur. Domethënë ati i përçon një emocion dhe ai nuk të heq nga zemra më. Po me verën e prodhoni aty vetë? Po. Si funksionon, çfarë rushi tipologji? Leskoviku ka një rush fantastik. Marrim rushin edhe bëjmë verë dhe vera jon është totalisht pa asnjë lloj kimikati dhe konservanti. Është verë që ruhet në një tunel. Që po e nxori jashtë tuneli nuk shëron shumë. Ashtu, Po. Edhe është shumë e veçantë.
Dhe unë e pëlqej shumë. Pra bëra në kontakt me dritën edhe me temperaturën ndryshon. Po, nuk ka asnjë lloj konservanti fare, zero. Kur të vish do ta provosh. Jo, unë do vi dhe do t'i paguaj vetë gjërat, sepse e lam që do vija një herë, edhe po të pyesja për çmime, se dua të jem shumë korrekte, sepse praktikisht e gjithë kjo bisedë nuk bëhet për të përfituar ne ndonjë reklam, ndonjë clearing, po kjo bisedë bëhet për një gjë shumë kryesore që japim audiencës në fakt. Modelet e dura në sipërmarrje, modelet e dura të suksesit. Ne kishim javën e kaluar Ermalasimen që e pyetëm për mënyrën se si e kishte ngritur një shkollë. Sot ju kemi ju, do të kemi dhe sipërmarrës të tjerë, ndoshta edhe të rinj. Pse jo? Unë do të isha shumë e lumtur të kisha gra sipërmarrëse në bisedat tona, sepse praktikisht ajo gjë që të mban është puna, mos heqja dorë, edhe në rastin që ju përmendët të krizës që ju ndodhi, edhe të asaj gjë jo të këndshme, të djegjes së shtëpisë, që të mos heqim dorë, pra, dhe të frymëzojmë, se jo. Gratë janë shumë të zonja, vetëm që janë pak të tërhequra. Çka kanë gratë ndryshe, ose gratë sipërmarrëse ndryshe nga burrat sipërmarrës, apo s'ka lidhje, ka lidhje me karakterin mbase? Jo, gratë unë mendoj që formojnë më mirë skuadrën. Ashtu? Po, i ka përcejnë më mirë problemet. Unë mendoj që nuk do i zgjidhte kaq mirë problemet toni me stafin, siç i zgjidh unë. Unë një batut atje, një atje, kthehemi prap në punë. Edhe kur është puna që duhet punojnë fort, punojmë. Sigurisht që do shklodhemi, do argëtohemi, do kemi atë energjinë e mirë, do ta trajtojmë njëri tjetrin si pjesë e familjes. Po. Dhe këtë mendoj që e arrin më mirë gratë se sa burrat. Burrat janë më autoritarë, gratë ashtu të buta siç janë, e formojnë më mirë skuadrën, për mendimin tim. Po me sipërmarrëset gra në Shqipëri, po themi, nuk po flas në Shqipëri, po te ajo zona jote, te ato gratë që kanë ato shtëpitë që presin turistët, e kanë atë guximin për të bërë edhe gjëra jashtë të zakonshme, për të futur një shërbim të ri, një ushqim të ri, nuk e di. Unë nuk e kuptoj pse atyre u duket vetja e paf. Domethënë, çdo gjë që gatuajnë, nuk janë sigurt në vete. Unë them e ke bërë shumë mirë. Këtë do ai, prandaj po e sjellim ne tek ty, se ti bën këtë gjë. Mos ja humb vlerën kësaj gjë. Dhe mendoj që gratë ja humbasin vlerën, nuk e vlerësojnë atë gjë që bëjnë. E në vlerësojnë, e kupton? Po. Edhe kjo është një emet shumë e madhe dhe duhet ta kapërcejnë këtë gjë. Që të bëhen më të forta, të kemë vetbesim të lartë në veten e tyre. Po në fakt, për çfarë mund t'i ndihmoj, po themi, kanë nevojë ndoshta për ndonjë trajnim, kanë nevojë ndoshta edhe për dorën e qeverisë, me subvencionime të caktuara. Nuk e di, më duket sikur sipërmarrëset gra janë lënë në hije në fakt edhe të mendosh, sidomos për zona si Leskoviku, apo Përmeti, apo Skrapari, apo Berati, apo zona të tjera, po përmend këto me që jemi kështu edhe në afërsi gjeografike. Aftësia është e jashtëzakonshme e anvisave, më duket që punojnë shumë, më duket që janë shumë nikoqire, që është fjala fiks shqip, shumë të kujdesura për familjen, për shtëpinë e tyre. Çfarë mund t'i ndihmonte? Duararta, fiks duararta. Çfarë mund t'i ndihmonte, për çfarë mund të kenë nevojë? Për ide të reja. Ide të reja. Domethënë, unë bimët medicinale mundohem t'i jap vlerë. Mundohem sjell mënyra të reja që ato të shiten më shumë lek. Dhe këtë gjë duhet ta bëjnë gjitha. Për shembull, unë tani jam e fiksuar me leshin. Është një problem shumë i madh, leshi baktive gjithandej flaket. Ashtu? Po. Po nuk i din vlerën, nuk e menaxhojnë dot. Nuk ka më fabrika që punojnë e tjerin e bën. Janë ndoshta
të vogla, ndonjë që ka mbetur, po duhet të kthehen qylymat. Dhe ka dhe metoda të reja tani. Jo më me vegë. Ka metoda të reja që pa vegël ti bën papuçe, bën kapele, bën veshje. Domethënë pa shumë lodhje që janë në internet. Dhe tani pse një zoni, duke qenë që ka bakti, baktisi i merret qumshi, i merret qingja, viçi, çfarë qingje, se lopët nuk i gjedhim dot. Dhe i merret dhe leshi përpunohet edhe shitet më shumë të ardhura. Asnjë gjë nuk duhet shkoj dëm. Çdo gjë duhet ta përpunosh. Por më tepër që industria ka nevojë tani, për shembull ne kemi pasur një djalë të ri që bënte punime leshi, të cilin ne kemi nga Puka në mos gaboj, punime fantastike në formën e kornizave të vendosura në... Po, e kam parë atë djalë. E kam parë intervistën, po. Gjëra të tilla. Dhe shumë interesante. E pesa e kishte shitur? Nuk e di se si mbaj mend shifrat, po shumë interesante industria ose palltot, po themi, të leshit që ndoshta një industri më e avancuar jashtë Shqipërisë mund të ketë vërtet. Po ç'a bëjnë? Ku i hedhin? E hedhin leshin? Po. Nuk e përdorin fare? Fare, shkon në plera. Dhe është problem shumë i madh sepse e lënë në natyrë dhe ai do shumë kohë të kalbet. Është dhe ndotja e mjedisit njëkohësisht. Po se është që nuk dekompozohet lehtësisht. Do kohë. Dhe pse domethënë të shpërngulen njerëzit nga Leskoviku, nga Kolonja, kur mund të kryhet ky bimët medicinale? Ku shkojnë këto bimë medicinale? Shumica atyre shkojnë për kozmetik. Okej? Kur shkojnë për kozmetik, pse mos ta sillim kozmetikën aty? Pse të fitoj dikush tjetër nga bimët e Kolonjës? Po. Pse mos bëjmë ne diçka? Që ta patentojmë që kjo është nga kjo bim, nga Kolonja deri në zonës. Po. Shumë interesant, po këtu keni nevojë shumë edhe për mbështetjen e qeverisë dhe të instancave, se është një gjë që nuk bëhet dot aq lehtësisht, po thua mirë, në radhë të parë janë i det. Po. Edhe ti je krijues edhe të kesh edhe atë guximin. Megjithse më njohet edhe shumë donator ose organizata që investojnë deri diku. Po, kryesisht te gratë po investojnë goxha në projekte. Janë projekte të vogla, por që po flitet, gjithmonë më shumë ti e dëgjon gratë mbështeten gratë mbi 9-35 vjeçe, të rinjt. Po që gratë e zonës ndoshta nuk i kanë si informacion edhe në momentin që i gjejnë kanë mundësi pastaj të zgjedhin. Në fakt u pastaj kalojmë te një çështje edhe më e madhe që është turizmi në Shqipëri. Nuk e di, ti je personi i duhur për të folur për turizmin, se je një njerëz që kontribon për turizmin. Edhe ke kontribuar me sukses në atë gjë që ti bën. Cili mendon se është ose cilat 2-3 problemet kryesore që ne kemi me turizmin? Që fillon që të truri apo kemi si Shqipëri? Si Shqipëri, po pse po themi, sigurisht ne nuk mund të krahasojmë mbase me Greqinë, me Turqinë apo me Kroacinë apo me vende të tjera, po çfarë mund të bëjmë më mirë, çfarë nuk shkon sipas teje? Se kam përshtypjen që kur mblidheni edhe me ata fermerët grek, po edhe në panajire të ndryshme ose në tryeza të ndryshme diskutoni për këto gjëra. Shqipëria ka shumë gjëra që nuk shkojnë. E para punës ka shumë plera. Që është turp, më thënë. Ankohen turistët madhomendja për këtë gjë apo jo? Po unë sidomos të huaj se ne një ditë të turit do shkoj që të pastroj lumin, sepse do kalojnë aty dhe më erdhi zor që ishte pisë dhe do shkojmë si skuadër të pastrojmë lumin, se janë shumë të shumtuar ato qeset ashtu. E dyta, nuk ka transport publik. Është turp kur një turist ti duhet i thuash jap numrin e shoferit që të vishti nga Tirana. Po. O niset shoferi ose niset, nuk funksionon kështu. Te Harit ka shumë trafik. Ka që organizim. Unë nuk e kuptoj pse ne
i mëshojmë shumë kësaj pjesës që të kemi turist. Unë mendoj që duhet ta lëmë të vi vetë, se ashtu rritemi dhe ne. Që të përgatitemi më mirë edhe të na rikthehen këta turist. Se reklama e madhe në fakt sjell dëme sepse të sjell shumë njerëz për një herësh, cilët ti si predot pra. Shumë subjekte po ndërtohen. Mirë po edhe me këtë turizmin sezonal, si të shkoj puna? Se, ti tu bën shumë subjekte, të subjektet do punsojnë njerëz vetëm për sezonin e verës, po pastaj në dimër çfarë do bëhet me këta njerëzit? Ku do shkojnë këta? Do i flaksin subjektet në rrugë? Po këta nuk i gjejnë dot më pasaj, po i flak. Pastaj do t'i tyrohen, si puna ime që kam zgjedhur që t'i paguaj gjatë gjithë kohës. Por ama kjo gjë mua më vë shumë në vështirësi si subjekt. Domethënë kemi një ngërç shumë të madh. Tani është trendi që shqiptarët më shumë po dalin jashtë. Domethënë, një shqiptar me 20 euro shkon Milano. Ndërsa të vi tek mua do 150 euro naftë. Kështu që si mund të konkuroju me Milanon? Kështu që ka shumë probleme turizmi. Nuk është kaq e thjeshtë. Turizmi është një punë si gjithë të tjerat që ti jeton. Po nuk pasurohesh, kështu si e shesin. Nuk shkon, nuk është kështu. Po mirë, nëse na dëgjojnë ata që marrin vendime, Jonida, se nuk i marrim ne vendimet. Ti sigurisht i merr për biznesin tënd patjetër, bashkë me bashkëshortin dhe familjen tënde. Edhe ne për median ton, me ekipin ton, sigurisht, po flas vendime që lidhen me strategjirat caktuara ose taktikat caktuara që duhet në ndjekur. Për shembull, qeveria Rama ka ndjekur një strategji të reklamës edhe PR-it shumë të madhe, po ndërkohë që ne nuk kishim kapacitete për të pritur njerëz. Unë vetë kam pritur shumë profesor dhe profesoresha nga jashtë për shkak edhe të punës që bëj si pedagoge, dhe ankesa e tyre ishte gjithmonë, po ku do flem? Ku është transporti publik? Ajo që thua ti, po si ka mundësi që Tirana nuk ka transport publik? Edhe ti gjendesh në vështirësi sepse si t'ja shpjegosh. Do i shpjegosh pastaj edhe pak mënyrën se si ne u japim makinave, sa keq u japim makinave etj, po ama kjo reklama e madhe që ejani në Shqipëri se ishulli i pa zbuluar i Europës, sjell edhe këtë gjën tjetër, ndërkohë që harrohet mbase të punohet në mënyrë më mikroskopike. Duhet pasur një strategji e qartë. Çfarë turisti duam, cili na përshtatet, dhe ti më shojmë atij lloj turisti. Duhet kemi strategji si do paraqitemi jashtë. Çfarë PR-i duam se tani? Shqipëria e lirë, nuk mund thuash. Shqipëria është e lirë. Nuk është e lirë në fakt. Profesorët që më thonë, Jonida thonë, sa shtrenjtë janë çmimet këtu. Ata na qajnë hallin kur marrin vesh sa është nafta, thonë, si e dilni ju? Po. Kështu që duhet të ketë një strategji me më kam në tokë. Jo kështu, domethënë shumë e përlum. Edhe ata njerëz që hedhin lekët e tyre dhe ndërtojnë tani subjekte pritse, mos presin ndonjë gjë të madhe. Thjesht do punojnë dhe do jetojnë. Nuk është kështu turizm. Turizmi është një punë si gjithë të tjera. Po lidhur me rrugët, si janë rrugët, janë të kalueshme, ka probleme, mund të ndërhyj, po themi, nuk e di, bashkia ose institucione të ndryshme që mund të rregullojnë ndonjë gjë që mund të rregullohet në zonë, se ta shfrytëzojmë dhe këtë bisedë për të bërë një apel tek e fundit. Unë mendoj që në malin e Gramozit mund bëhet shumë mirë ski. Ashtu, ë? Po. Sipas mendimin tim, nuk është se jam eksperte. Po. Por mendoj që në zonën tonë Korç, Ersek, duhet ketë në një pistë skish, e cila do sjellë dhe turista në dimër. Po. E cila do ta lehtësoj këtë vuajtjen që kemi ne në dimër për që jemi të shtrënguar për pagesat e për ushqimin e baktive e gjitha gjërat. Domethënë ne do kemi një sezon më të gjatë. Po.
momenti që kemi një pistë, kemi dhe ne çfarë të themi agjësive turistike. Hajdeni se ju ofrojmë diçka dhe në dimër. Nuk do rini kot. Që dimri mos jetë i vdekur pra, edhe ai sezoni të zgjas për gjithë vitin. Po, të zhvillohen dhe subjektet. Se ti kur ke diçka, si them, unë tani kam turin me kuaj, po në dimër nuk e bëj dot atë, se është e rrezikshme si për kalorësin dhe për kuajt. Po, dhe për shkak të rrenit vështirë edhe po patjetër. Por nëse kam një pistë skish aty afër, i them. Hajde se kemi pistë skish. Kështu që kështu shkojnë gjërat, domethënë duhet gjithmonë duhet punuar që të zgjasim sezonin. Po. Duhet punuar që të sjellim klientel që raporti çmim me atë që të ofrojmë mos kenë disnivel që ata të mos kthehen më thonë jo. Të rikthehen dhe të flasin mirë. Sigurisht që njerëzit kanë ndërtuar gjëra të reja dhe shumë të bukura. Unë nuk them që ne standardin e hoteleve tani e kemi të ulët, kemi shumë të mirë. Po nuk është vetëm godina pra, nuk është vetëm godina. Është dhe çfarë ofrohet mbrapa, kështu që tek kësaj duhet i mëshojmë. Për atë të vjen turisti. Ai hoteli me 3-4 yje, 5 yje ka në vendin e vet, nuk ka nevojë për Shqipërinë për more. Ai do të njohë Shqipërinë si është Shqipëria, ta preki. Shqipërinë reale pra. Shqipërinë reale. Çfarë tradite ka, çfarë njerëz, çfarë mendësie kanë këta njerëz? Çfarë bisedash bëjnë tek ato shëtitjet me kuaj? Të haj groshën me pastërma. Grosha me pastërma, po. Ajo është tipike shqiptare pra. Po, për dimër. Ajo është tipikja. Në fakt duket që ne nuk është se kemi kulturë shërbimi. Por jemi përmirësuar. Jemi përmirësuar, kështu mendon? Po. Ku e vëre? Nuk mos ju refero vetëm punës tënde, po nëse shikon. Jemi përmirësuar dhe tani shërbimin e marrim si një punë, si jo një punë sezonale, kështu për 2-3 muaj të përkohshme. Po e marrim si një punë serioze dhe kjo tregon që shërbimi ka ndryshuar. Do jetë dhe shërbimi serioze dhe i strukturuar dhe profesional. Po, dhe pagat kanë ndryshuar, edhe kjo ka sjell edhe sa merr sot mesatarisht një po themi kamarier ose banakier ose nuk e di. Po gjatë sezonit ata shkojnë shumë, mbiles jemi aty ne. Ashtu? Po. Sezonalet po shkojnë, plus që mbajnë edhe bakshishet, edhe nuk kanë dhe harxhime sepse ata ju ofrohet ushqimi, akomodimi, çdo gjë. Po sa është kjo? Po, që ta bëjmë pak edhe atraktive dhe për ata që mendojnë ta lënë Shqipërinë dhe të ikin, se ka dhe një pjesë të rinj që e lënë Shqipërinë edhe në mënyrë sezonale, studiojnë, po themi, më fal, punojnë në Amerikë ose nuk e di, në vende të tjera dhe kthehen sërish, po pse mos punojnë në bizneset shqiptare ose në sipërmarrjet shqiptare? Po unë mendoj që kanë më shumë mundësi për të ecur përpara ata, sa për të qëndruar tani tek pjesa e shërbimit, te pjesa e kamarierëve, domethënë. Tani ka mundësi të jashtëzakonshme. Tani është momenti për të rinjt. Dhe të rinjt nuk duhet ikin tani. Domethënë, unë kur kam nisur fermën e kam pasur jashtëzakonisht të vështirë para 20 e ca vitesh. Tani të rinjt nuk e kanë të vështirë. Dhe mjafton ideja, mjafton guximi që ata kanë edhe ecin shumë përpara. Por ti mendon që është përmirësuar shërbimi? Po. Që ofrojmë ne, kuptohet. Po, është përmirësuar. Shpresoj të jetë kështu, unë vëre të paktën në pikpamje të komunikimit që ka akoma probleme shumë të mëdha. Shiko, dhe punëtorët e huaj nuk është se kanë qenë të keq për Shqipërinë. Pse? Në një farë mënyre i vënë në pozita shqiptarët që do ta bësh ti këtë punë apo do ta bëj unë. Kërcënim që më përpara nuk e kishin pasur. Sepse në thellë konkurenca për sjell zhvillimin. Më përpara nuk ishte qenë kjo. Kështu që dhe bëni naze, kam përshtypjen jo zvi. Më tregonte një studentja ime, Jonida, që kemi lokalin, restoran, kishin një restorant
dhe nuk gjejmë në zonë rreth e rrotull, djem ose vajza për të punuar. Shumë po mirë, ka djem dhe vajza ka, rrin kot. Dhe i merrin me furgon për ditë nga një zonë më e largët. Thash, u vinin turp atyre të lagjës se i njihnin. Janë këto komplekset pra. Që ne kemi. Edhe unë mendoj tani, duke qenë që mua më vinë dhe më thon prindri do ma marrësh djalin punë. Po. Kanë ikur këto komplekset që të shërbesh, je i paft, nuk hecën dot. Prandaj them që janë përmirësuar, edhe pjesa e punëtorëve tuaj ka bërë të vetën. Edhe do vinë duke u përmirësuar. Në fakt është një profesion shumë fisnik, sepse lidhet edhe me traditën e mikpritjes që ne kemi, lidhet edhe me komunikimin, lidhet edhe me komunikimin njerëzor, kështu që nuk ka pse të shihet shtrembër apo vëngër kur i thon. Po Jonida, ne pak a shumë biseduam sot për detaje nga puna jote. Edhe ti ke një aftësi shumë të jashtëzakonshme edhe në komunikim, po edhe në komunikim digjital. Sepse ke atë profilin tënd dhe ofron dhe për ne që jemi të stresuar këtu me punët e përditshme një lloj relaksi që shumë pak profile e ofrojnë, ka disa dhe profile tjera në fakt që ofrojnë, po një lloj relaksi jo vetëm për natyrën që na ofron aty, po edhe për atë vërtetësinë, edhe për ato situatat konkrete reale që tregon edhe nga jeta e përditshme, edhe e mënyrës se si sillesh me audiencën, madje më bëri përshtypje një video së fundmi që pash që diskutoni për mua se në fakt më doni, nuk është se pra fakti që diskutoni tregon që më doni. Çfarë mendon ti ose çfarë mund na thuash ti për këtë përvojë që ke me audiencën online? Sa të mbush ty, sa të jep, sa ju jep ti atyre? Edhe se një farë mënyre, nuk po them që je influencer, po influencer e biznesit të ndje, por sa e rëndësishme është jesh e vërtet pra. Edhe me ato defektet që kemi. Se të gjithë kemi defekte dhe të gjithë kemi ndoshta dhe gjëra që nuk i di me i mësojmë rrugës. Unë në rrjetet e mia sociale kam vendosur që kur vendosa që të shfaqem, se në fillim unë e nisja që flisja nga mbrapa. Po. Me zërin tim. Pastaj vendosa që të shfaqesha dhe nisi kështu krejt ndryshe. Një koleg sikur më nënvlerësoi që nuk isha mirë në marketing. Të pas ka sfiduar pra? Më sfidoi. Dhe mua më ngeli mendja, thash, ky vërtet mendon që unë se bëj dot këtë që bën ky. Edhe po më mësonte ky, mua se si të bëja o marketing. Po më bënte një kopje të vetes femër. Po. Dhe unë i thash, jo, ky je ti. Unë s'mund bëhem kopja jote. Ti je nga një krah, unë jam nga krau tjetër. Dhe unë mund të bëj marketing. Po. Dhe unë zgjodha një marketing ndryshe. Po çfarë të sugjeroj ai, se ne di me njëj marketingu që ti ke bërë, po ai çfarë të sugjeroj? Po ai sugjeronte një grua fshati që gatuante gjithë ditën, një grua që nuk inspironte për mendimin tim. Një grua ashtu siç e presin të gjithë, një grua të turpshme, një grua që s'di të bëj gjë tjetër, di vetëm të punoj. Jo, gratë e fshatit nuk janë ashtu. Dhe unë dua që gratë e fshatit duke më parë mua të bëhen të guximshme. Po. Ti them ato kornizat që ka njerëz që kemi në trurin ton, po se gruaja duhet të jetë kjo dhe burri duhet të jetë ky, po. Po, dhe mua nuk më pëlqente ashtu. Dhe unë doja të shfaqesha ashtu siç ishe pra. Ashtu siç isha dhe të nxirja dhe letën aty duke bërë. Sa më pëlqeu Jonida ajo video me pulën, ku i theni një moment pulës. Mirë që ke gjetur të vish në shtëpi, po në këtë shtëpi një kakaris, që jam unë. Dhe në fakt, do me thënë është ajo që në shkon në mendje të gjitha ne grave, që kur na hyn ato hapësirat tona të kem kujdes. Shiko, unë duke që nuk vendos dot njëri tjetër aty, merre me veten time, bëj shaka me veten time ose me burrin tim. Po autoironia është se ku do shkoj tjetër?
Dhe në fakt bëre atë që ti deshe, po të ka kontaktuar më ky eksperti të thoshte ua sa mirë i ke bërë këto gjëra apo s'është dukur më ky eksperti? Ky që të rekomandoi të bëje këtë gjë që ti nuk pëlqeve pra. Jo, okay. E pëlqen atë gjë, bën ndonjëherë thotë te i kalon, i them, do shkel ndonjë viza, po, duhet guxuar, duhet kaluar për te pra. Duhet guxuar, por unë e quaj veten influencer. Sepse e di që në treg ndikoj, sepse unë nuk kam marrë asnjëherë pagesë për reklamat që kam bërë. Dhe unë reklamoj njerëzit e vërtet. Dhe do them një rast çfarë ka ndodhur. Unë doja të bëja një kënd lojrash aty në ferm. Dhe bisedova me një koleg nga Korça, shtëpia e kuajve, kishte ndërtuar bukur ata, i thash, ku e gjetës këtë djalin, kush ua bëri? Tha, është nga këtu afër. Më japi numrin, e marr atë djalin, vjen të diskutojmë. Çfarë do bënim, shikonim projekte, ram dakord. Më niste çfarë kishte bërë, edhe mi bëri shumë bukur. Dhe unë i thash, se këta të rinjt kanë pak probleme të dalin në rrjete sociale. I thash, Kleo, ke qef ta bëjmë një video, se mua më pëlqejnë shumë këto, edhe të vendos një tag. Edhe tha, okay, e bëjmë. I bëra unë, ju rrit faqa, fola me sinqeritet që më pëlqente punimi. Po, pikërisht. Ama kur më tha faqen ai, unë atë e ndiqja. Jo vetëm që e ndiqja, po i sevoja dhe punimet që bënte ai. Thashun, çfarë thua? Pse ti e ky, thashun? Po. Po, thaj. Kleo, para disa ditësh, po punonte aty, po gdhante një dru. Dhe po bënte një kal. Thashun, sa bukur e ka bërë. Kush e di kujt ja ka bërë, tash, kush e di kush ja ka kërkuar. Nëse nuk pata guximin ta pyesja kështu, i dash like. Pushtonte një lop kë. Wow, thashun. Ç'është kjo ferm kështu me kuaje me lop? Edhe ky vazhdonte punën dhe unë i shkruajta, dëgjoj, kur ta mbarosh këtë punim, po, mos harro ta publikosh, se do më pëlqente shumë ta shikoja. Dhe sot kur po vija rrugës për këtej, më dërgoi punimin. Dhe punimi ishte një tabel për ne. Dhe unë nuk e dija fare që ishte për mua, thjesht u bëra kurioze dhe te kjo pjesa çfarë të jep në radh parë të jep lidhjen me njerëzit, pra. Sa shumë e rëndësishme që jemi të lidhur. Domethënë unë njoha një djalë punëtor që në rast se bie fjala ajo sugjerohet gjithëve. Dhe tani ai më bëri një tabel të gdhendur në dru, mua dhurat që unë nuk e prisja fare që më ka zbukuruar ditën sot. Edhe tha, mendoj ku do ta vëm, tha atje, ku do ta varim këtë. Dhe kjo rrugë nuk të ka ikur kot sot, se do të lidh me këtë djalin e Pukës, se mbas se gjeni ndonjë mundësi për këtë çështjen e leshit që the të baktive. Po është e vërtet lidhja me njerëzit në hapësirën digjitale tonën, lidhja për edhe aftësia për ta shfryzuar këtë hapësirë që është e përbashkëta jona. Sepse nëse unë shoh një negativitet në produktin që ti bën, apo ti shet tek media jonë një negativitet ose diçka që s'të pëlqen, ose nëse ne merremi me privatësinë e njerëzve, po themi, patjetër kjo është një hapësirë e përbashkët që gjithë duhet jemi të kujdesshëm për ta menaxhuar mirë, për ta ruajtur. Për ta ruajtur mirë. Trashëguar. Dhe edhe pse jo t'japim këto modelet, prandaj unë të solla edhe të kujtova këto videot edhe të pakënaqësive që ka audienca ndaj teje, edhe se si ti me humor është si puna e saj që karamelja mbahet në gojë. Unë i kisha flokët e gjata. Po. Dhe e merja punën me shumë seriozitet. Edhe nga stresi më ran flokët. Tani unë kisha hall se më mbetesh. Ti kishe hall tjetër? Audienca kishte hall tjetër, si pëlqente modeli, pra, si kishe prerë. Audienca tha, jo tha kush ka qethur. Dhe unë thash, më ka qethur bari ju dhe.
Po. Bëja shaka aty, domethënë që ne këtu kemi Enea në bari dhe ky qedh delet e Po e pasha atë video me bashkëshortin duket se e kishe që të rekomandonte Enean. Po, pastaj u zgjat shumë kjo dhe i thash, ore unë u mërzi kam kot se ju më dashkeni ju mua. E thash, ju gjesa më shikoni, më kritikoni, më doni të mirën, i thash unë. Po. Si se kisha kuptuar unë. Thash, në tilla raste është problem. E di çfarë më pëlqen te ty, Jonida, që nuk e zhvlerëson audiencën, nuk e nënvlerëson, e respekton, përkundrazi e respekton, ndryshe nga ca influencer këtej në Tiranë, që nuk e di nëse ti ke ndjekur, që bëjnë sikur se lexojnë audiencën, bëjnë sikur nuk shqetësohen për audiencën, po në fakt kemi të bëjmë me njerëz që të shikojnë, njerëz vlerësojnë, njerëz që harxojnë kohën për ty. Njerëz që komentojnë, po, që të pëlqejnë, që të ndajnë. Më vjen keq që Behari ndonjëherë që jam shumë e zënë dhe nuk mund të kthej përgjigje. Gjithmonë mundohem të kthej mesazheve, ndonjëherë harroj, është një mesazh aq i bukur sa unë s'kam kohë them, këtë duhet ta marr me seriozitet. Edhe kujtohem pas 2 ditësh që nuk kam kthyer mesazh. Më vjen keq ndonjëherë që më shkalojnë këto gjëra, po mirë që ndodhi mi njerëz. Bëhet e pamundur. Unë kap thelbin e asaj që më thonë. Edhe gjithmonë mundohet të jap një mesazh që shiko se te pruan të shik tani se flokja. Po pra. Jo, shoh dhe shumë dashamirësi tek njerëz që të ndjekin edhe që të shkruajnë, dhe kjo është për shkak të aftësisë sate si influencere. Por jo dhe ai si influencer do thosha, po për shkak të vërtetësisë që ti sjell aty, edhe të gjërave që nuk shkojnë, pra, edhe të atyre batutave, edhe të humorit, edhe të... Unë përpiqem që t'ja rregulloj ditën njerëzve që më ndjekin. Domethënë, përpiqem që kur më shikojnë mua të qeshin. Ky është synimi im i parë. Pastaj me thënë drejtën, kur unë bëra video për shtëpinë dhe isha e rënduar nga ana psikologjike dhe mundohesha të ktheja përgjigjet për disa komente, kam marrë pafund mesazhe. Pafund, dhe jo mesazhe të shkurtra, mesazhe të gjata që thoshin më jepnin kurajo të bëhesha e fortë, edhe për mua janë njerëz shumë të rëndësishëm. Janë njësoj si ata që më mbështetën te GoFoundi. Po. Janë e shëndetshme audienca. Domethënë, dashuria që ata t'japin, e kupton? Pikërisht. Shiko, pa ata e ndjejnë një gjë të vërtetë ose një gjë false, e ndjejnë, më beso. E ndjejnë kur është diçka e sforcuar edhe diçka, dhe e ndjejnë kur vërtet ka sinqeritet aty dhe inteligjenca, audienca është inteligjente, Jonida. Se po tingëlloj dhe unë tani sikur po bëj ndonjë leksion këtu, po në fakt është vërtet inteligjente dhe nuk i shpëton gjë. Kur po bënim këtë turin me kuaj, po e bënim me makinë, duke ecur, duke parë shtigjet me burrin. Dhe ndalonim në përfshatra, pyesim për rrugët, shikonim monopatet, edhe dilin ato zonjat edhe thoshim, po ty të njohim ne. Tha burri, u bëre ty nga fieri, tha, të vish në anët tona, edhe të njohin ty, tha, edhe ne tha që jemi që këtej, tha, mos na njohin. Po tani, aftësia është aftësia, thoshe, s'kemi që të bëjmë. Jo, se unë i lutem për të dalë edhe me zi. Po ti mbase ke kuptuar më shpejt se ai apo të tjerët atë, si të thuash, avantazhin që të sjell komunikimi në këtë hapësirën digjitale dhe jo, dhe Toni nuk është tip kështu spontan dhe i qeshur dhe ke parasysh, nuk e ka ikur ajo e kamerës, nuk rri shumë lirshëm, por sigurisht që e di, e shef. E prek për ditë dhe atë që të vjen ty, po kërkon shumë energji krijimi videove. Po jo, se këtë mënyrë që kam zgjedhur unë nuk është se më merr shumë kohë. Po. Unë kur bëj ndonjë video që duhet ta montoj, për shembull, kur xhiroj ndonjëherë tonin ose
carën që duhet i pres cop ato të marrin shumë kohë. Dërsa kjo mua merdi batuta dhe e thash, mbaroj. Mund ta bëj 2 herë provë, kaq, domethënë mjafton ideja, nuk është se më merr shumë kohë. Aq sa mendojnë njerëzit. Jo, nuk më merr kohë. Forma, mendoj që forma nuk është se ka ndonjë rëndësi në vetvete, se sa fakti që njerëzit të besojnë ty, sepse ti e bën atë gjë. Pra nuk je një person që ke shkuar aty për të promovuar diçka tjetër, po ti e ke ngritur, e ke ndërtuar. Dhe njerëzit besojnë ata që i ndërtojnë gjërat, madomendja. Po i ndërtojnë, edhe unë po të vi në fermë ashtu do më shikojnë. Pikërisht. Nuk është e pa sforcuar, e pa tualete, pa grime, pa natyralisht si pa thonë të bërë. Pa thonë të bërë. Pa thonë të bërë. Me duar ndoshta që janë edhe pak të vrara nga ajo lopata, apo me një palçizme të veshura, po themi. Po këto ditë për shembull jemi marr duke pastruar një shteg, se na ishte mbushur shumë me gura dhe na zbatheshin kuajt edhe vrisnin këmbët. Po. Dhe nisëm kështu, e pastrojmë, nuk e pastrojmë, u vendosëm si skuadër, u futëm shtegut edhe dilte shumë mirë. Sa njerëz punojnë për ty, Jonida? Që i ke në mënyrë të përkohshme, po themi. 12 veta dimër për mirë, pas ke ekip të jo dhe shumë të madh, po ekip që aq sa duhet. Dhe tamam si një familje kam përshtypjen. Po për mua çdo mysafir ka rëndësi. Unë nuk dua mysafiri të jetë numër, nuk dua të rritem më shumë sa po të kalojnë ty në dalin, e kam problemat e gjë. Dua që mysafirët të rinë dhe të marrin atë eksperiencën e fermës, ta shikojnë. E po thoshe, po tregoj për shtegun, pra, dhe për patkojnë të kuajve që shkuat, vendoset për ta pastruar. Dhe po hiqja gur. I kam duart e vrarë. Jo, na i tregot çik te kamera duart, sepse në fakt duart, unë jam me këtë që duart tregojnë shumë. Tregojnë shumë për njeriu. Dhe duken duart e një njeriu që punon në fakt edhe nga ato të vrarat edhe nga fakti që ndonjëherë lëkura nuk është ai që i hidratuar me krem, sepse punojmë. Ose punë duken duart e një njeriu që gatuan apo jo. Kur kam vajtur një herë në Itali me një grup fermerësh nga Shqipëria para 3-4, jo, më shumë. Goxha kohë ka kaluar. Tani kur na bën ftesën ata, ideja ishte që do shkonte një person. Po. Edhe unë ju luta, i thash, unë dhe burri nuk para udhtojmë shumë. Po. Mund të vi unë bashkë me burrin, shpenzimet i paguajmë vetë. Të mia i paguaj, se të burrit ishin të përfshira. Dhe nuk ma prishën dhe thanë okej. Faktikisht nuk më lanë të paguaja. Në Itali, kur na takuan ata atje, thanë, kush është ky zotria? Ky është Toni. Po kjo është gruaja e Tonit. Çfarë bën, na pan nga duart. Dhe në momentin që e pan që të dy kishim kallo, na e ofruan pagesën për të dy. Thanë jo, këta janë fermer. Jo, ja pra fakti. Ma kujtove ti tani që më the që duart me kallo. Duart, edhe këpucët tregojnë shumë. Edhe këpucët e një njeriu sa punon edhe sa më balë, se tani po më kujtojnë edhe këto momentet e politikanëve shqiptar, që shkojnë kështu në rast se përmbytjesh ose në zona të caktuara që kanë kriza, me ato atletet e bardha të zixë, dhe shkojnë ndihmojnë, po duket që ai që është aty dhe ndihmon. Jonida, unë të falenderoj shumë, më ke dhënë sot një kënaqësi të jashtëzakonshme, sepse thash folëm bashk, folëm për një gjë konkrete që ti bën, për një model konkret, dhe ku ka më bukur se unë kam përballë një sipërmarrëse grua, dhe të shpresoj që copëzat të kësaj bisede të jenë motivim edhe për vajzat tona, edhe për gra sipërmarrëse që ndoshta janë kështu në dilemë për ta hedhur hapin apo jo. Kur ja kam dalë unë atje në Leskovik, në një zonë që nuk e njifte asnjëri, mund t'ja dalin edhe para 20 e ca vitesh, mund t'ja dalin me patjetër, mund t'ja dalin, vetëm të dinë të pastrojnë në çakun. Po e mbyllim me këtë batut që është dhe hidhur në thelb, është edhe hidhur, dhe të falenderoj shumë që na erdhe nga Leskovik, të uroj shumë mbarësi dhe me shërbimet e reja që ju po ofroni,
dhe uroj shumë që gjatë gjithë kohës jeni dhe të plotësuar me stafet dhe me burimet njerëzore që ju duhen, edhe që Rio të ketë konkurrencë, të ndjet pak në konkurrencë, konkurenca sjell edhe zhvillimin nga përshtypjen. Jo, unë mendoj që Rio u ka zgjedhur problemin shumë fermerëve, që nuk po gjeni më çoban. Çoban është shumë e vështirë për gjetur në Shqipëri. Dhe arsyeja pse unë e publikova Rion ishte sepse doja që t'ju jepja një shpresë këtyre fermerëve që janë ditë hallit për gjetur çoban. Unë jam e para që kam sjell një çoban nga India. Dhe shkaku ishte sepse çobani që ne kishim nga Shkodra, Xhakja, 78 vjeç, nuk mundej më të punonte. Po, për shkak të moshës, po. Dhe la punën, u smur, dhe duhet të gjenim diçka sepse Enea nuk ja dilte dot vetëm. Dhe i binte që të shisja baktita, nuk e di se çfarë do bëja. Ose shpresojmë të kundërtën që Rio të ftilloj të rinj shqiptar, apo të ngjashëm si Rio në pozicione të tjera që ti ke, që ne të rinj shqiptar të jemi të fokusohemi pak më shumë. Kanë mundësira që të bëjnë vetë bakti në rast se kanë dëshirë të punojnë. Ka shumë kërkesë tregu për bakti vendi. Domethënë njerëzit tani avash avash po ndërgjegjësohen dhe duan të hanë ushqim të mirë, organik. Dhe ka shumë kërkesë tregu dhe në rast se të rinjt vendosin që të merren me bakti, direkt e kanë të gjetur tregun. Nuk vuajnë. Nuk kanë pse të punojnë te dikush tjetër, ndoshta për të mësuar profesionin, mbase nuk e di. Do kenë një lloj përvoje sa ta nisim, po themi, por që është një treg që ka mungesë dhe nëse i futen asaj pune kanë sukses. Ky është një informacion nga dikush i merret me këtë gjë, kështu që është edhe një mundësi biznesi, një mundësi zhvillimi që ti po jep në këtë rast, po le ta mbyllim me atë batutën e hidhur pra. Kur e ke dalë ti gjithë ato vite në Leskovik, mund të dali kushdo, por kujdes o Xhakun pra. Të dini të pasur në Xhakun. Të falenderoj edhe për këtë shpirtin e të kaluarit të gjërave edhe të batutës, se ndonjëherë humori është shpëtim, nuk ka ndonjë shpëtim tjetër se kur s'ke ç'a bën. Falenderoj Jonida dhe të uroj rrugë të mbarë në kthim dhe mbarësi në gjithë sipërmarrjen tënde. Faleminderit. Ishte kënaqësi dhe për mua. Edhe unë ndjeva shumë mirë. Tani na vër notën e mikpritjes. Falenderoj shumë. Faleminderit.